Përshëndetje Albelina. Përshëndetje Kushtra. Albelina, faleminderit shumë që e gjete kohë, faktikisht nuk kemi biseduar kamatis së bashku. Albelina, vera përfundoi, jemi zyrtarisht në Vjeshtë, sidomos dita sotme është tipike e Vjeshtës, por me këto ndryshime faktikisht e vije edhe ndryshimi i produkteve që ne konsumojmë gjatë ditës. Çka e identifikon Vjeshtën ose të thënë ndryshe, cilat janë ushqimet më të përshtatshme për Vjeshtë? Kushtrim, na e kemi thonë se jemi gjatë bashkë në secilën stinë që trupi është i lidhur ngushtë me natyrën, edhe sjelljet tona, shprehjet tona që i bojmë edhe sa e shfrytëzojmë na natyrën, të mirat e natyrës që i ofron, ka shumë të rëndësi të madhe për organizmin. Realisht na kalum prej një vere tepër nxehtë, me njëherë me thonë drejtën prej maicave kalum me njëherë në mjokne, edhe një ndryshim i tillë normal që nuk është i mirëseardhur për organizmin, për shkak që tash ka fillu me ra niveli i dritës gjatë ditës, do me thonë kemi ma pak dritë edhe ma shumë terë, të po që kemi edhe gjatë ditës shumë herët po fillon mu po ma vrëmt edhe ma herë. Në këtë rast bie niveli i serotoninës. Niveli i serotoninës është hormoni që na ofron mirëqenien, na ofron disponim, na kontrollon oreksin, dhe në këtë rast ky hormon bie, edhe neve na gjen, edhe ndikon gjithashtu shumë në imunitet. Edhe neve na gjen ma të plagësht, ma të lodhun, për arsye se në momentin që na bjen niveli i serotoninës, neve na rritet niveli i melatoninës, që është hormoni i gjumit, edhe pushimi trupi ka nevojë ma shumë për gjumë edhe për pushim. Tash, në këtë rast, na e dim që 90% në bazë dhe të ulëmtime, po e kemi thënë edhe sa herë që 90% e serotoninës prodhohet në zorë. E këtu në këtë rast ushqimi ka shumë rëndësi. Do të thonë ky është ndryshimi që i ndodh trupit gjatë sezonit verës. Pse ka rëndësi shumë ushqimi? Për atë arsye edhe natyra i ofron ushqime të mbas nevojave që na i kemi. Nëse i shohim treget tona ose nëse marrim me analizu shportin e Vjeshtës, e shohim që ka shumë ngjyra. Edhe kryesisht ato ngjyra janë shumë terta. Sa më herë që është ngjyra e frutave dhe perimeve, aq më shumë ka antioksidant. Çka kuptoj me fjalën antioksidant është një përbërës, një element që na ndikon për me rrit imunitetin. Do të thonë ai që na duhet më shumë te në këtë periudhë për shkak të ndryshimeve të temperaturave. Dhe frutat, perimet, po në këtë rast nëse gjatë verës na kemi thonë që me ul pak nivelin e proteinave, tash duhet me rrit nivelin e proteinave, po me rrit nivelin e proteina shtazore, po jo mishit koq. Në çfarë forme, Albelina, rritet niveli i proteinave në mënyrën sa më të mirë të mundshme, po të themi? Po shtazore kemi vezë, për shembull me orientu më shumë ka mishi i bardhë, veza është ideale sidomos në mes ditët ose në mëngjes, po me evitu pak mishin e kuq për arsye se mishi i kuq ndikon me ul nivelin e serotoninës. E në këtë rast neve nuk na duhet me ul, neve na duhet me ngrit nivelin e serotoninës. Se në momentin që na ulet, na bjen edhe imuniteti edhe kemi atë pleshtin që veç e spjegova. Frutat, perimet, krejt ato që na i shohim shportën e Vjeshtës, së cila e ka rëndësinë e tyre. Edhe një prej faktorëve shumë të rëndësishme është se sa dim na këto, mi rujt edhe mi konzervu për dimën. Se Vjesht veç na dalim përpara, edhe detyrimisht kemi mi përdor për shkak se i kemi në treg, i kemi në shpej, kemi kacilla. Faktikisht, Albelina, këtë pikë po du me ndalë. E dim ne, si shqiptarë faktikisht, jemi mësuar që gjatë Vjeshtës dimrit e kemi këtë sezonën e turshive, po e quaj, e që faktikisht ndoshta nuk jemi të vetëdijshëm se çka përmbajnë ato produkte, sa janë të shëndetshme apo jo për trupin tonë dhe cilat janë vlerat reale që i kanë ato ushqime. Turshit janë ushqimet, do më thënë, më të mira që neve na duhet për organizmin, e thamë që 90% e sistemit, 70% e sistemit imunitar varet prej
zorrës dhe 90% e serotoninës prodhohet në zorë, dhe në këtë rast neve na duhet sasi e probiotikëve, e mos flasim që turshit kanë edhe sasi të lartë vitamina e mineraleve, kuptohet, nuk janë njëjtë me vlera si të fresktat, po duhet me pas shumë kujdes se qysh i përgatitim dhe qysh i trajtojmë. Ka shumë rëndësi mënyra e pastrimit fruta o perime para konzervimit. E kum thonë disa herë që pastrimi fruta o perime prej pesticideve duhet bëhet për shembull me ujë, në të cilin kemi mjeshtu sot buke edhe ufull mollë për mi largu pesticidet dhe ato bakterë që kanë mujtë më arë prej tokës, me siguru që perimi është i pastër mirë, me sterilizu mirë shishet, pa tjetër duhet me qenë qenësit edhe të sterilizu me mirë, edhe pastaj mi konzervu vetëm me krip edhe ufull. Jo me shtu sasi të aditive që din me shtu sasi të madhe dhe ufulla duhet me qenë kërësisht ufull molle, jo ufla me koncentrim shumë të lartë që veç i përdoren kushte normale. Edhe jo sasi shumë e lartë e kripës, sepse nëse përdorim sasi shumë të lartë të kripës, atër duhet me pas shumë kujdes për të shit persona që kanë sidomos hipertension, gratë shtatzona që rrezikohen me hipertension, sidomos në mujtë e fundit zakonisht din mu që regullu hipertensioni, për persona që kanë problem me aciditet në logët, ose kanë problem edhe me veshka, duhet me pas shumë kujdes në përdorim në sasi të përdorimit të tërshive, se pa tjetër ata duhet mi konsumu, po duhet me pas shumë kujdes të sasia. Në këtë rast, po flasim për tërshit që thash të bëhen njërën e duhur, me sasi jo shumë të lartë kripës, edhe me ufull molle kryesisht. Po, faktikisht... Ka ditur në njërë sa me natyrale që t'ja mundsojmë që të marrim sasin e vlirave sa ma shumë. Nëse shtojmë aditiv, këto konzervancat që i shtojnë zakonisht në tradicionale i kanë shtu, realisht po vetë fundit se ma herët i mbo në traditën e gjysheve tona dhe nana tona ma herët i kanë bo pa aditiv, edhe plus atëherë nuk i kanë pas kushtet që kemi në tash mirujt në frigorifera, më dhene, po më ne kemi të ndryshme që mujna mirujt, edhe në ato kushte i kanë pregadit të shit kërësisht mënyrë natyrale dhe i kanë marrë vlerat maksimale. Nëse veç i shtojmë aditiv, atëherë përveç që hupim vlerat e perimit ose frutit, atëherë edhe nuk arrim përfitimin e probiotikëve, do me thënë i shkatrojnë edhe probiotik që i dashtë më kriju mbrana të shive. Po, faktikisht, Albulena, a ka ndonjë ushqim ose ndonjë produkt që gjatë, sidomos gjatë ditëve të para të vjeshtës, duke pas parasysh këtë kalimin nga njësin në stin tjetër, duke edhe gjithmonë duke kujtuar që ky kalim po bët paksa në mënyrë po quaj kushtimisht të vrasht, nga temperatura shumë të larta, sot jemi në temperatura kogja të ulta, cilat janë ushqimet që nuk preferohen shumë që të konsumohen gjatë këtyre ditëve, në mënyrë që organizmi jonë edhe të mësohet me këtë ndryshim. Duhet me evitu komplet, me eliminu ushqimet e paketume, konzervume, pijet e gazume, ushqimet që përmbajnë sasi të lartë sheqerit. Ato gjithçysh duhet, sidomos këto mishrat, sallama, çka janë prosciutat, këto gjithçysh patjetër duhet komplet me eliminu, për shkak që ato veç ka ndikojnë me ul imunitetin, duhet mu rrit ushqimet e ngrohta, sepse temperatura lartë kërkon të kundërta nëse gjatë verës kemi thënë më fresku, më ushqime ma po më nejtë që kanë sasi ma të lartë langjëve, tash duhet mi kalu ngrohta me rrit përdorimin e çajrave të ndryshme. Pastaj supa, kemi perime shumë për momentin aktualisht që ofron natyra, kungulli, është ideal, një supë me kungull, me karrot, me selino, kishtë qenë ideale për një vakt ushqimor, më thamës me mungu asnjëherë supa në dreka tona ose në vaktet tona, pse jo edhe me mëngjes. Më thonë çajat supa duhet më shtu me njëherë në sasi shumë të madhe në këtë periudhë, për shkak që ka fillu më ullë temperatura këtu i ndihmojnë trupit që me ngritë edhe imunitetin edhe normal vlerat ushqyse që i mojnë. A janë faktikisht, Albulena, këto ushqime të njëjta si për të rriturit ashtu edhe për fëmijët, apo tek fëmijët do të kemi kujdes në ushqimet të caktuara?
Jo, supat për shembull me perimet sezones janë ideale për fëmijët për momentin, kuptohet të fëmija sasia është pak më e vogël ju në krahasim me tritun, edhe çojrat gjithashtu edhe tek fëmijët, po jo çojrat me filtera, mënsisht çojrat kështu gatshëm, që thohen në mënyrë natyrale, çoj hithit, çoj mentës, çoj koqës, janë kanë treg mjaftueshëm, edhe kur nalesh analizon nuk janë edhe shumë të kushtueshëm për me i përdor, veç na duhet me bëu shprehi. Po, Albolin, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt këtu në Rreth e Rrotull. Faleminderit shumë për mundësinë. Është ne për të gjithë inshallah timi shfrytzu të mirat e vjeshtës edhe shportën e vjeshtës për me pas një vjesht mirë dhe me vazhdu me pas një dimër me një shëndet mirë. Urojmë që edhe këto ditë të ftofta dhe këto dy stin të këtij viti të kemi të shëndetshme. Faleminderit shumë Albolena për këtë lidhje. E kështu gradualisht kemi arritur edhe në fund të edicionit të Rreth e Rrotull për sot. Ne patjetër do të takojmë nesër nga ora 12. Deri atëherë të gjitha të mirat për ju.